përshkruar, po, përfshirë goxha. Kështu thonë. Sa më del. Ja, e themi në qimit profesion. Me punu bashk. Sfida rrotës. Se këshore me koleg ka përzihesh, po kur ta ke edhe partnerin që Thirë në shtëpi i zënë. Qiko, fillimisht, unë mendoja që disha shumë problem, me të drejtën, se Kristjana e kam jashtë pune edhe dhe më thënë, është moment që sidomos gjithë qiftet e shijojnë shumë me njëri tjetër. Po kur je edhe në punë edhe jashtë pune bashkë, mendoja që dhe ishte pak, si më thënë, ku mund ishte pak e lodhshme në thonjza. Nuk konsumonte më shumë ardhënje. Po, realisht nuk ka rezultu fare ashtu, pak të më për mu, për kritë se nuk e di. Jo, edhe... Që të thonë, mu ma ka konsumu. Ma nga bërë jetën qokë gjesë. Diqo, nëse ka diçka që unë thoja më përpara ishte që s'do punoj kur në një të njëtin vend pune me partnerin, sepse duam që të dy të kemi ato bizetimet tona, gjërat tona, çfarë ndodh në përditshmërinë në punërat tona. Por, do t'i që edhe kështu nuk është ishte keq. E manifestoj të kundërtën. Po, unë manifestoj të kundërtën. Zakonisht gjithë kur thuhet, kjo ndodh. Dhe nuk flas më pas kësaj. Por që jo, ka qenë sezon i gjatë, shumë i mirë, mund të themi që me tjerën okej. Kemi pasur ato zënka në mëngjes, unë i çik me ato orare të mia, jam bërë cjap. Dhe jam shumë e përpik me oraret. Po do marrë se tu me këto? Jo, jam gjithmonë e përpik me oraret, ndërsa edhe në fillimet e sezonit, për javët e para, edhe muajt e para, shkoja shumë më herët të gjatë shkoja, se shumë ishte të postur mua në tru. Edhe tjerë thosh pse shkoja ish herët, pastaj ky vonoi, thoja unë pse vonohesh, ai ishte në rregull me të vetën. Thjesht mua më kishte kapur se tiri duhet fillon të mësoj oraret. Unë nuk vonohem kurrë, ama vi gjithmonë 5 minuta parë, nuk vim një orë parë. Ne të ekranit vim ja çerekore gjysore para, një orë para. Qik më ndryshë. Është vërtet kjo. E kemi pak katë frikën, mos po shkojnë mysafirët para neve, mos duhet t'i presim. Pastaj edhe gjëra tjera që janë teknike, që duhesh me u marrë me operatorët, me tonistat. Si do që tjetë ka që shumë mirë. Unë isha komodë në pjesë. Që ta dim a janë të mirë, a jeni të gashëm për sezon e radhës bashkë? Pa tjetër. E mirë, pas ka radhës, ka shpresa. E kemi edhe një sezon, po. Jemi edhe një sezon bashkë. Tani jemi mësuar akoma dhe më shumë që ky sezon jam e bindur dhe më lehtë për gjithë. Nuk do mbyteni këtë sezon. Jo. Mendoj që jeni një çift shumë i pëlqyer edhe në publik,